këto funde vinë kesh edhe përfundojnë tek mediat. Kineski državni mediji u Srbiji imaju čak potpisane neke ugovore sa domaćim medijima u Srbiji. Serbia e merr nga media shtetërore ruse, kalojnë në Serbi, kurse mediat online i marrin, i paketojnë copy-paste nga media serbe dhe i botojnë në portalet shqiptare. Kina ka një marrëveshje me televizionin publik shqiptar. Çdo që është e sponsorizuar duhet të identifikohet si e tillë. Nëse shohim prej deklarimit të zgjedhjeve të shkurtit që partitë politike i kanë bërë për fushatën zgjedhore, ato kanë shpenzuar rreth 3.7 milion euro të deklaruara. Kur e kemi analizuar situatën dhe kemi hasur se ka mbi 20 media të cilat kanë ndryshuar pronësinë pa dijen tonë.